Stambolli sotëm, Konstantinopolia e dikurshme. Jam në qendër të njërit prej qyteteve më të famshëm të globit dhe njëkohësisht një prej debateve të mëdha historike. Jam në sheshin e Sultan Ahmetit ose në sheshin e Hipodromit. Quhej Hipodrom në kohën e Konstantinopolis, u bë Sultan Ahmet në kohën e Perandorisë Osmane. Pamjet rreth rrotull janë mahnitse. Miksimi i historisë është i jashtëzakonshëm. Në një drejtim këtej, po shihni të gjithë pjesën atij që quhej Hipodromi i Konstantinopolis ose qendra e qytetit, të ngritur nga Konstantini i Madh, perandori romak me origjinë shqiptare, dhe rreth e rrotull shtrihen disa nga ndërtimet më të rëndësishme të periudhës osmane, si xhamia e Sultan Ahmetit apo pallati i famshëm i Ibrahim Pash Pargaliut, kryeministrit shqiptar, pra nga Parga, Çam, të perandorisë osmane. Rreth e rrotull janë një sër godinash tjera tipike osmane dhe më tutje në fund fare është shiheni ky është Universiteti i Marmaras. Rreth e rrotull janë disa nga monumentet më të rëndësishme historike të qytetit. Konstantinopolia u krijua nga Konstantini i Madh, në fakt mbi rrënojët e një qyteti të vjetër grek. U ndërtua në një pozicion të jashtëzakonshëm dhe në 13 maj të vitit 330 ai u kthye në kryeqytet i perandorisë romake mbas problemeve që filloi të kishte Roma. Më pas, me ndarjen e perandorisë romake të lindjes dhe të perëndimit, Konstantinopolia u bë kryeqyteti i Bizantit. Mban emrin dhe Bizant, Konstantinopoli, në fund Stamboll. Ka 3 monumente në këtë zonë, që është zona më historike dhe e vetmja e mbetur nga pjesa e Konstantinopolis. Shiheni, thash edhe një herë, kjo është pjesa e 3 monumenteve të famshëm. Njëri prej tyre, këtu është kolona e gjarprive, ku mblidhen pafund turistë. Është një kolonë e cila, siç u zbulua më pas, është sjell nga tempulli i Delfit në Greqi, nga tempulli i Apollonit në Delfi të Greqisë. Në majt e kësaj kolone supozohet ishin 2 gjarpri të mbledhur me njëri tjetrin, nuk e di nëse ka një shpjegim më të mirë të pjesës së kolonës, po këto janë pamjet e saj më të vonshme, që në momentin e parë që ajo u zbulua. Ndërkohë që në anën tjetër është një tjetër monument shumë i rëndësishëm, që është kolona e famshme ose obelisku i famshëm i Konstantinopolis. Është një prej monumenteve shumë të rëndësishme, një prej 3 monumenteve që kanë mbetur, obelisku, gjarpri dhe më tutje obelisku i fundit. Kjo është kolona pra e Konstantinit, shifeni, që është ngritur për nder të themelusit të Konstantinopolis, Konstantinit të Madh. Në anën tjetër është kolona e 3, shihni edhe shtëpitë tipike osmane që janë në krah, në të 2 krahët. Kjo është zona më e vizituar, pak më tutje është xhamia e Sultan Ahmetit dhe Shën Sofia. Këtej mund të hysh në xhami përmes kësaj dere të rënuar. Kjo është kolona e gjarprit, pra thash, kolona e gjarprit e shekullit të 4 pas Erëson, dhe tani po shkoj në kolonën e 3 më të rëndësishme, 3 monumentet historike. Kjo është qendra e Konstantinopolis që u bë dhe qendra e Stambollit. Kolona e 3 është ngritur në këtë drejtim, është shumë e përpunuar, shumë rafinuar, i takon po ashtu periudhës së Bizantit, shihni. Është goxha më fine në raport me atë të Konstantinit, që është ngritur për nder të themelusit të Konstantinopolis dhe është një prej objekteve më të vizituara të kësaj zone të Stambollit. Rrotullohem edhe një herë për ta parë më mirë. Shiheni.
kolonën, obeliskun e Teodosit, që është më i ri se të tjerët, pra obelisku i Teodosit, ndërkohë përballë është xhamia e Sultan Ahmetit. Dhe në këtë drejtim shkohet drejt pallatit të Topkapis. Ky është pallati i Ibrahim Pash Pargaliut. Kjo është qendra ose çfarë ka mbetur nga ajo që mund të konsiderohet qendra e Konstantinopolës. Më pas kur Sultan Mehmeti II mori Stambollin, ai ndërtoi pallatin e Topkapis, duke vendosur që të jetonte në një pallat ndryshe nga ato që kishin mbetur si rënoja të pjesës perandorisë bizantine, njëri prej cilëve ishte ky, mbi rënojat e cilit u ngrit pallati Ibrahim Pash Pargaliut, dhe që sot njihet si Ibrahim Pash Palace, që do t'ju tregojmë pas dhe nga brenda për ta parë se kush supozohej që ishte pjesa e brendshme ku jetonin perandorët e Bizantit. Pra, kjo që po shihni rreth rrotull është çfarë ka mbetur pak a shumë nga Konstantinopoja, i famshmi hipodrom. Ndërkohë që pak më tutje prej këtu është Shën Sofia, që është monumenti më i rëndësishëm dhe godina më e madhe e historisë globit për më shumë se sa 1200-300 vjet, besoj, godina më gjigande që globi ka pasur, dhe ndoshta godina me historike, vështirë që një godinë tjetër mund të mbaj numrin 1 të madhësisë në botë për 1300 vjet, dhe pastaj vijnë ndërtimet e reja osmane, që është Topkapia dhe xhamitë e tjera të famshme të Stambollit. Kjo është zemra e asaj që quhej Konstantinopoja. Hipodromi sot quhet Sultan Ahmeti. Tani po hyt ju tregoj edhe pjesën e brendshme të pallatit të perandorëve të Bizantit, aq sa mendohet, sepse një pjesa më e madhe e pallateve origjinale janë shëmbur. Sot është kthyer në një muze, është pjesa e poshtme, pra kati nivelit 0 i pallatit të Ibrahim Pash Pargaliut, kryeministrit ose vezirit shqiptar të perandorisë osmane, po mendohet që këtu diku ka qenë edhe pallati i Paleologut, pra i perandorit bizantin në krah të hipodromit. Janë disa pallate, në fakt historia nuk është shumë e kthjellët, po ky mendohet të jetë një prej ndërtimeve të para më pas i pasuar me strukturë osmane, që u ndërtua nga Bizanti, shifini dhe dritaret, pra është vetëm kati i parë, ndërkohë ka 2 kate sipër, për pjesën e tij perandorake. Sot është një korridor me 2 anët, janë ekspozuar vazo të famshme japoneze, sepse është muzeu i artit islamik, por në këtë muze, pra këtë që po shihni, në këtë pallat mendohet se kanë qenë të vendosur familja perandorake bizantine. Askush nuk e di mirë se çfarë ka ndodhur me pallatin e perandorit Bizantit në momentin që osmanët, Mehmeti II e mori atë në vitin 1453, duke kthyer në kryeqytet të perandorisë osmane dhe më pas në një prej qyteteve më të rëndësishme të Turqisë moderne, e cila ka kryeqytet Ankaran. Pra ky mendohet se është njëri prej pallateve ku qëndronin perandorët e Bizantit në kohën e perandorisë bizantine. Dhe kjo është pjesa edhe dalja jashtme, sot shërben si muze, tash shifeni gjithi. Është edhe pjesa edhe pjesa tjetër shkon në këtë drejtim, që është pjesa që tregon dhe hipodromin. Shifeni. Këtu tani dola prap në pjesën e hipodromit ose Sultan Ahmetit, në sheshin kryesor të Stambollit të mbushur me turist, një prej qyteteve ku të gjitha qytetërimet rrinë së bashku, ai romak, ai bizantin, ai osman dhe ai modern, nga qendra e Stambollit.